Mimbrama, mi se vini në natën e festës të ndërimit të viteve, ku kënga dhe vallja muzikare takon me emocionet në një mbrëmje të paharrueshme në televizionin Apollon. Në skenë ngjitet grupi Vasil Ziu, tabani muzikar, në drejtimin e këtij mjeshtri, duke sjellë tingujt e pasura të traditës son muzikare lushnjare. Sonte me ju, Vasil Ziu në klarinet, Mihal Gjoka dhe Lili Gjini në frizharmonik, Peço Kola në darje. Një natë ku muzika popullore bëhet histori. Kjo mbrëmje nis me kaban muzikare.
Shpresojmë që ne jemi pranë jush, në tavolinat e juaja, në godat që ju trokisni sonte duke uruar njëri tjetrin gëzuar këtë vit 2026, të sjellë në familjet e juaja suksese, shëndet dhe lumturi. Sonde nuk mund të rrinim, apo jo djema? Në këtë moshë që jeni, ne do themi djema, pasi ju mbani gjallë ta banin muzeqar, pasi ju sillni në tapetet e kuq ato valle dhe ato këngë që sot trashëgohen në breza. Radha vjen tek burrat. Burrat aty ku është simboli muzeqes takia, pasi sonte gjithë grupi ka vendos takin, simbolin e muzeqes. Vadhe e burrash rrethçe, interpreton grupi Tabani Muzeqar.
qëndronte sonde pa sjellur këngën Fjeraki, këngën e qytetit të Fierit, ma kishe shtëpi në moj në anë të Fierit, ku Fieri i jep ritëm këngës muzikare. Qyteti i Lushnjës i sjell në skena, qyteti i Fierit i jep ritëm. Sonde do prezantohet i gjithë grupi muzikar me një këngë fjerake, po sërisht për të kënaqë të gëzueshme të ndërimit të viteve.
Shpeshherë njerëzit furi vargje duke kënduar natyrës, por duke kënduar diçka të bukur që është birbili. Sonde grupi Myzeqeja do të sjelli çfarë thoshte birbili, interpretuar nga vetë grupi dhe tabani popullor. Yeah.
Kjo natë nuk mund të mungonte ta bani dhe kënga myzeqare. Qyteti i Lushnjës, aty ku lindi historia, aty ku shtëpia muze, aty ku lindën ikonat e muzikës dhe artistët të mëdhenj, aty ku lindi Vacezela, aty ku lindi Margarita Xhepa, aty ku shënua historia në 1920-ën, aty lindi dhe kënga. Aty ku kënga shënon dashurinë e traditës dhe zemrat e myzeqarit. Ky është ritmi i myzeqes, ky është tabani i myzeqes. Kjo është pena i myzeqes që gjithmonë shënon historinë aty në bardhëzi, ashtu si vetë historia brenda myzeqes tregon këto këngë të mbajtura dhe të ruajtura në breza. Sonte për ju vjen Pogonishtja, interpretuar nga mjeshtri Vasil Ziu dhe grupi i tij.
sonte bashk, po kalojmë një natë të gëzueshme. Ju në familjet e juja, ndërsa ne në studion e televizionit të Apollon, për të sjellur tabanin popullor, për duke dhënë dhe një urim për të gjithë shqiptarët, jashtë dhe brenda Shqipërisë, duke uruar, gëzuar këtë natë të bukur të ndërrimit të viteve, duke dhënë shëndet, lumturi për gjithçka. Do të nisim përsëri atë çka ne kemi sjellur sonde, pikërisht tabanin e Myzeqes, vallja e Grash, vallë e kënduar nga grupi Tabani Myzeqar.
Shpesher simboli muzeqes në tavolinat dhe tryezat tona është rakia. Nuk ndrinte ky grup pa sjellur sonte këngën Djalin që zuri rakia. Kjo është një këngë e mbar nga tabanet popullore të ruajtur mirë nga grupi i Tabani Muzeqar nga Vasil Ziu. Kënga që do servirim tashmë, Breshkës e Ugarit, këndon Mihal Gjoka, i Lili Gjindi dhe grupi Tabani Muzeqar.
nga ky ekran, nga kjo dritare, që sonde gëzon çdo shqiptar. Do të nisim përsëri, aty ku kënga buron nga shpirti juaj dhe nga tabani muzeqar. Simboli i sonshëm është lulja, lulja e cila është pjesë e dashurisë, lulja që çel në pranverë. Grupi Tabani Muzeqar, Vasil Ziu, sjell sonde për ju këngën Plot molla me lule bardha. Televizioni Apollon sjell sonde të kju, çdo gjë, çdo urim, çdo mesazh gëzimi, duke uruar gjithçka që ju keni pranë vatrave të juaja. Kjo natë tjetë natë gëzimi, natë që gjithçka i kushtohet njeriut që sot sjell botën në çdo pjesë. Dhe sot ne urojmë njëri tjetrin, ashtu si vetë televizioni Apollon ditë sjellin në dritare dhe në turezat juaja. Çdo moment gëzimi në familjet tuaja. Urime dhe gëzuar. Tabani popullor vjen përsëri sonde me një këngë shumë të vjetër. Një gardi holl në mes na ndan. Grupi Vasil Ziu.
Shpresoj që sonde grupi Tabani Mizeqar dhe televizioni Apollon të këtësjedhur në vatrat tuaja atë çfarë ju kërkoni në këtë natë të gëzueshme, duke uruar njëri tjetrin, duke i thënë gëzuar, gëzuar, gëzuar. Pikërisht natës sonde dhe këngëve tona erdhi fundi. Përshëndesim grupi që ishte pjesë në këtë gëzim kur ju ndani dhe trokisni godat duke uruar njëri tjetrin. Televizioni Apollon ju uron një vit të ri, plot shëndet, gëzim, dashuri dhe suksese në çdo hap. Gëzuar, me avazin e nuses përcjellim dhe mbyllim çdo gjë sonde duke uruar dhe një herë, të gjithë gëzuar, gëzuar, gëzuar.
Mi se erdhët në skenën e televizionit Apollon, kjo natë festive të ndërimit të viteve. Në këtë mbrëmje të veçantë, ku tradita takohet me gëzimin dhe muzika ngrosh do zemër, televizioni Apollon ka kënaqësinë të sjellë për ju këtë mbrëmje kaq të ngrohtë ku tradita dhe vallja muzikare triumfon në truezat e juja. Grupi Vaçezela, Fjesh Shegan, vjen sonte për ju në skenë me vallet e tabanit popullor, trashëgimia në brez pas brezi, që në vitin 1958. Ky grup do të sjellë në këtë natë të ndërimit të viteve tingujt e shpirtit të muzikës, duke kthyer skenën në një festë tradicionale shqiptare. Sonte me ju nisim këtë mbrëmje të gjithë bashk në tingujt e këngës dhe vallës muzikare nga grupi i Fjesh Sheganit në ndërtimin e Novruz Xhaferit, drejtor artistik Max Kulla, në klarinet Hamdi Tafa, në fizharmonik Lazar Prifti, laut Erlad Sula, në darje Tafil Senka. Vallja dyshe muzikare, atu ku pena dhe thupra në baltën e muzikës thuren vargjet dhe kënga e zemrës muzikës. Në hijen e muzikës muzikare, vallja e grave sjell traditën në zjarr, me zë të ëmbël dhe shpirt krenar, grupi muzikeja, grupi i sazeve të Fjesh Sheganit sonte për ju. Nisim këtë mbrëmje me dyshen muzikare, Sako Murati dhe Flamur Senka, grupi i sazeve.
Përveç këngëve dhe valleve të grupit Fjesh Sheganit, sot ta djem vajza, na ka sjell dhe kostumografin, një kostumografi e thurë mirë ashtu se është tradita myzeqare. Sonte vjen për ju, kënga Zizëllonj matan lumi to. Kjo këngë sjell dritën e shpirtit në natën plot zë. Këndon Tire Xhaferi, Liri Musaku. Zizëllonj kreve do moj matan luju Zizëllonj kreve do moj matan luju mito. Jam goditur lala moj, jam goditur jora. Amane jam goditur lala moj, jam goditur jora. Jam goditur lala moj, tu në brinje jeto. Amane jam goditur lala moj, tu në brinje jeto. Për një vajzë të vogël moj, tu në fqinje jeto. Amane për një vajzë të vogël moj, tu në fqinje jeto. Zizëllonj kreve do moj matan luju mito je. Amane zizëllonj kreve do moj matan luju mito je. Jam goditur lala moj, jam goditur jora. Amane jam goditur lala moj, jam goditur jora. Jam goditur lala moj, tu në baja leto je. Amane jam goditur lala moj, tu në baja leto je. Për një vajzë të vogël moj, tu në baja leto je. Amane për një vajzë të vogël moj, tu në baja leto je. E vajzave, e letë dhe e hishme, shprehën bukurinë e shpirtit të myzeqes, duke i dhënë kësaj mbrëmje trashëgimin brez pas brezi dhe një urim që vjen nga grupi i Fjesh Sheganit gëzuar vitin e ri 2026.
Ndotërrezi shqiptarëve sonte uron njëri tjetrin gëzuar natën e ndërimit të viteve. Por ne nuk mund të qëndronim pa marrë në një intervistë shumë të shkurtër drejtuesin e grupit artistik të Fjesheganit, Novruz Xhaferin. Zotë Novruz, ju sot grupi juaj është sonte me shikuesit e televizionit Apollon për të kaluar këtë natë kaq të këndshme dhe të gëzueshme. Si po arrin grupi folklorik Vaçezela i Fjesheganit të ruaj dhe të përcjell trashëgiminë e këngës dhe vallës popullore në Myzeqe? Grupi Fjesheganit, siç e thatë edhe pak më parë, është krijuar në vitin 59 në drejtimin e koreografit mjeshtrit Izet Topi. Në atë kohë kanë qenë vallëtar të nderuar si Halit Krafti, Met Menga dhe Sako Morati, Ali Mema. Në vazhdim të këtyre vallëtarëve jemi edhe ne të rinj, duke futur veten time, Mustafa Myzeqari. Ka janë kolosët e këngës popullore të trashëguar në zonën e Fjesheganit dhe të Vallës. Po, ne grupi Fjesheganit quhet për vallet. Në traditë valli atyse, valli rreth se burrësh, valli e ngjallës, valli e lulës së kohës së fundit. Nga viti 59 deri në vitin 90 ka qenë drejtues mjeshtri Izet Topi, mbas asaj grupi Fjesheganit ka ndryshuar emrin me vendim të Institucioneve shtetërore. Në ndërtimin e Maksim Kullës ka marrë emrin Ansambli Vaçezela Fjeshegan Bashkia Lushnjë. Dhe sot e kësaj dite ne krenohemi me emrin e Vaçezelës. A është krenare njësia administrative që ju mbani të emri gjallë të trashëguar brez pas brezi? Njësia administrative është krenare dhe duhet ta them dhe këtë të kote. Pasi ne sonte këtu në sallë kemi dhe drejtuesi. Drejtues administrativ Fabio Mirovsi është dashamirës i kulturës. Si arrin ju si drejtuesi i grupit dhe gjithë grupi, pasi këtu janë mosha të ndryshme, me elementin e ri? Si e përballoni këtë lloj? Është vështirësi ka, nuk diskutohet që vështirësia se duhet merresh dhe me elemente e ri, me vajzat e reja që janë 14-15 vjeçë. Po deri tani ja kemi arritur qëllimin. A mendon që Nokia në vazhdimsi këtë lloj trashëgimie që folku i grupit folklorik Fjesheganit që jep në çdo lloj tapetit ku që ju shkoni dhe ju lauroni me trofe të ndryshme, si e zgjidhni këtë? Kam besim se tek ky grup që është sot dhe në vazhdim, do të arrijmë që ta mbajmë gjallë kulturën dhe vallën myzeqare. Të trevës së myzeqes, sidomos të Fjesheganit. Vallja, mos gaboj, unë grupi juaj ka dhe një valle që ka dhe emrin Valli e Fjesheganit, që është nga vallet më të preferuar të zonës. Po. Si runi këtë lloj tradite? Vallën e Fjesheganit dhe sot do kemi arritur Për kënaqësinë e gjithë publikut, ju sonë do jeni pjesë edhe kësaj valle. Patjetër. Përveç saj, nga ju ne duam dhe një urim që ju mund ta bëni në emër të grupit tuaj, në emër të miqve tuaj, shokëve tu portuezat, e rumbullakët që ne jemi mbledhur sonte për t'i dhënë publikut vallën myzeqare të trashëguar brez pas brezi. Në emër të ansamblit Vaçezela Fjeshegan Bashkia Lushnjë, uroj gjithë shqiptarët që natën e ndërrimit të vitit të ri t'ja kalojnë sa më mirë dhe 2026 ta gjej Kjo natë e këndshme. natë e këndshme dhe 2026 Të gjithë duhet të themi gëzuar se jemi në një natë të këndshme, të gjithë shqiptarët na shikojnë. Grupi i burrave të Fjesheganit me vallën e Hajdutit, me hap të shpejt e vështrim të zjarrt, sjell në skenën trimërin dhe lojën e zgjuar të shqiptarëve.
Lule e bukur Menekshë vjen si një aromë nga fushat e Myzekjes, me zërin e ëmbël të Liri Musakut dhe me ishin e tire Gjaferit që sjedhin këtë këngë në turezat tona sonte në këtë natë të ndërimit të viteve. O lule bukur moj Menekshë, lule bukur Menekshë, o lule bukur moj Menekshë, lule bukur Menekshë, o pse mi marë moj syt në mërë lule bukur Menekshë, se mi manë moj syt në mërëve, lule bukur Menekshë. O frik me ke moja turp me ke, lule bukur Menekshë. O frik me ke moja turp me ke, lule bukur Menekshë. Afrika mo astur nuka, am trenda filore ama. O Afrika mo astur nuka, am trenda filore ama. O qaj për nene no dhe baba, am trenda filore ama. O qaj për nene no dhe baba, trenda filore ama. O nusja ju në moj mos
gajile, lule bukur me nekshe, nuse jon moj moski gajile, lule bukur me nekshe, ovne ni bab moj do gjeshate, lule bukur me nekshe, bab moj do gjeshate, lule bukur me nekshe. O jetë lumtur moj do bëjmë ne, lule bukur me nekshe. O jetë bukur moj do bëjmë ne, lule bukur me nekshe. Sonte në këtë natë të ndërimit të viteve, nuk mund të qëndronte drejtuesi i njësisë administrative Fjershegan duke shoqëruar grupin e kësaj zone, kur sjell në skenë këngën dhe vallën popullore. Me mua sot Fabio Mirovsi për të dhënë mesazhet e tija dhe gjendjen e grupit të Fjersheganit. Fabio, ju jeni drejtuesi i njësisë administrative Fjershegan. Si e vlerësoni rolin e grupit folklorik Vaqezela Fjershegan në ruajtjen traditën, kulturën dhe çfarë mbështetje jep njësia administrative për vazhdimsinë e kësaj trashëgimie? Ansambli Vaqezela është një krenari për njësinë tonë administrative. Ne mbështesim maksimalisht këtë grup, i cili prej dekadash ruan dhe përcjell me pasion trashëgiminë e çmuar të këngës e valleve popullore muzeqare. Nga ana jonë si institucion jemi të angazhuar të krijojmë hapësira dhe mundësi që kjo pasuri kulturore të jetojë në çdo brez duke e promovuar në skena dhe më të gjera në skena kombëtare dhe jo vetëm lokale. Kultura është identiteti dhe Vaqezela është zeri i saj në Fjershegan. Cili do të ishte urimi juaj nga skena e televizionit Apollon në këtë mbrëmje të gëzueshme? Urojmë të gjithë banorët e njësisë Fjershegan dhe jo vetëm, por të gjithë Shqipërisë gëzuar natën e ndërimit të viteve. Urojmë sa më shumë dashuri, harmoni dhe zhvillim për çdo familje të njësisë Fjersheganit dhe të gjithë shqiptarëve. Me këngë e valle popullore le të hymë në 2026 me shpirtin plot gëzim dhe krenari për traditën tonë muzeqare. Të rinjt e grupit folklorik Fjersheganit sjellin ritmin e tokës muzeqare në vallën e Fjersheganit, ndizet në hapat e vajzave krenare, duke sjellë në skenë hishi, traditë, shpirt popullor që nuk shuhet kurrë. Si një përrall e shkuar, vjen vallja e grave muzeqare, vjen në ishin dhe krenarin, duke bashkuar e duar e zemra në këtë plot natë, plot gëzim. Grupi i valleve të Fjersheganit. E fundi.
Sana. I votja, sì. Vale Rrëçe Burrash, e cila ngjall jehon, tradit me hapin burroror e fisnik. Solist Nevruz Gjaferi, ndes skenën në shpirtin e muzikës kur çdo ritëm ndriçon.
Në këtë natë, nuk mund të rrinim pa falenderuar ata që mundësuan grupin folklorik Vaçezelat Fjershegani pikërisht në studiot e televizionit Apollon, por edhe për tërë publikun që sonde është me ne, duke dëgjuar vallen dhe këngën muzeqare. Bashkia Lushnje në ndërtimin e kryetarës bashkisë Eriselda Sefa dhe drejtuesin e njësisë administrative Fjershegan Fabio Mirovsi. Sonte kjo natë mbyllet duke falenderuar që ishit në këtë natë magjike, ku kënga, vallja, tradita u bën një, nga zemra e muzeqes. Ju urojmë gëzuar natën e ndërimit të viteve, paqe, dashuri dhe gëzim në familjet tuaja. Mirupafshim për vitin që vjen. Një shëndet, një sukses për të gjithë. Një natë të mbarë nga unë Ndriçim Gjoshi dhe nga studiot e televizionit Apollon dhe nga drejtuesi dhe presidenti i televizionit Apollon Artur Rustemi. Thank you.